Një person i amatosur është konstatuar nga shërbimet e policisë gjatë kontrollit të një parcele në fshatin Kaderboj të bashkisë së Pukës, ku ishin kultivuar bimë të dyshuara narkotike. Sipas informacionit të policisë, në momentin që ka konstatuar praninë e punonjësve të policisë, personi është larguar me shpejtësi duke mos ju bindur urdhrit për të ndaluar. Për ta paralajmëruar dhe duke qenë i armatosur, një prej punonjësve të policisë ka qelluar me armë zjarri në ajër. Megjithatë, personi i armatosur ka përfituar nga terreni dhe errësira dhe ka mundur të largohet. Në vendin e ngjarjes ka mbërritur grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë, i cili po vjen punën për dokumentimin dhe sqarimin e plotë të thanave të ngjarjes. Ndërkohë, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë në Shkodër, Komisariatit të Policisë së Pukës dhe forcave kombëtare të sigurisë po vjojnë kontrollet në zonë me qëllim identifikimin dhe kapjen e personit të armatosur. Kujtojmë se në këtë zonë 3 ditë më parë u arrestua 58 vjeçari Tonin Leshi për kultivim të bimëve narkotike dhe armbajtje pa leje. Ndërkohë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.